nuk duhet Vjosa Osmani me qenë presidenti e Republikës Kosovës edhe për një mandat. I ka shërby vetëm Albin Kurtit, i ka shërby interesave të saj personale, ka qenë përqarse. Aty ku është Vjosa Osmani, aty kanë qenë edhe të tjerë. Aty ka qenë Ramush Haradinaj e Shtëprit, aty ka qenë Kadri Veseli, aty kanë qenë edhe politikanë tjerë. Pra nuk është diçka që e bën Vjosa Osmanin pro-amerikane ma shumë se sa të tjertë, apo amerikanë pro-Vjosës ma shumë se sa të tjertë. E për mene ati fitleja jagen, a beson që mu i marë para një momentum, ja ka interesën ndërkomtarë së mundet në arë dikush me në apru që në ka apru ati fitleja jagen. Është hera e parë, pas këtyne zgjedhjeve që ballafaqohemi të çështja e presidentit, nuk ka interferim, nuk është dikush për ambasadës. Kemi pas idher për ambasadave. Prej zotit Pacolli Terren, i kemi pa ambasadat që kanë qenë kyst, kanë qenë tjere të shumë të qartat të ambasadave. A besoj që kemi pas prapë, a mundet me pas një interferim? Nuk besoj. Unë mund të ketë komunikime, mund të ketë këshilla, por nuk besoj që ka më ndërhyrje si që ka ndodhë ma herët. Jemi pjek në aspektin demokratik, apo nuk kemi më interes? Jo, nuk jemi pjek, përkundrazi. Unë e konsideroj vlerë me u konsultu me Amerikanët, me i dëgju Amerikanët, për interes këti vendi. Sot kemi ambasadë? Po mirë, kemi një përfaqësues të ambasadës, kemi një të ngarkuar me punë. Dikush mund të thotë që jo, nuk është vlerë me u konsultu me Amerikanët. Ne po shohim fuqinë e Amerikës, veçanërisht e presidentit Trump. Nëse ti mendon sot që mundesh me u konfrontu me Amerikën, atëherë është gabim. Bebe, e përmen Amerikën, konsultimi për Amerikën, e përmen edhe fushatën e Vjosa Osmani. Për para se marrë të pyetja, duhet Vjosa, pse nuk duhet që shorë cilat jenë gjasat, e po në pardje Vjosa Osmani në siti një video, me një kam dikun ushtarak, me ushtartë Amerikan, me ushtrin ma të madhe. A do të thotë që Vjosa Osmani përson mesazhe që ka për krajnë Amerikanëve? Nëse nuk ka interferim, ka këshilla dhe për kraje. Jo ve njerëzit këto kanë bë fushat me fotografi të presidentëve Amerikanë, na kujtohet vetëm sorrojnë fotografi me ish presidentin Bush. Aty ku është Vjosa Osmani, aty kanë qenë edhe të tjerë. Aty ka qenë Ramush Haradinaj e Shtëprit, aty ka qenë Kadri Veseli, aty kanë qenë edhe politikanë tjerë. Pra nuk është diçka e jashtëzakonshme pse ka shku aty. Për secilin është mirë që ka shku aty, është mirë për neve që kemi një raport të tillë. Por megjithatë nuk është e veçantë pse ka shku Vjosa Osmani në West Point, ndoket është ajo baza ushtarake atje. Pra nuk është diçka që bën Vjosa Osmanin pro-amerikane ma shumë se sa të tjertë, apo amerikanët pro-Vjosës ma shumë se sa të tjertë. A duhet me qenë Vjosa Osmani president, edhe mund të jetë Vjosa Osmani pra presidentin konsensuale? A beson që ka në këtë rast si kërën kalu me LDK-ja votën për Vjosa Osmani? Edhe është interesum se o t'i kuti ta bëj Vjosa Osmani presidente? Nuk duhet Vjosa Osmani me qenë presidente e Republikës Kosovës edhe për një mandat. 3 argumente, bebe. Në ne ka shërby Albin Kurtit, i ka shërby vetëm Albin Kurtit, i ka shërby interesave të saj personale, ka qenë përqarse, ka qenë e padrejt në raport me partitë politike, ka qenë e padrejt në shumë raste me grupet e caktuara të interesit në Kosovë. Ko këto me grupet interesit, president? Jo, grupet interesit në nënkupton grupet interesit saj. Saj, unë me nëva për grupet interesit ma gjërë. Nuk është janë, nuk është janë e. Dhe nuk ka qenë e drejt me institucionet e pavara kushtetuse. E ka shkarku në mënyrë të kundërliqshme Valdete Dakën, e mbante pa dekretuar kryeprokurorin e shtetit tash e 4 vjetë, na kalon pa kryeprokurorit të shtetit në një kohë kur do duhet institucionet të ishin të qëndrueshme, të forta, me përfaqësues legjitim. Të gjitha këto argumente dhe shumë ma shumë të tjera janë që ajo nuk e ka kry punën e vetë si që duhet. Prandaj ajo nuk duhet jetë presidente mo, për mendimin tim. E për mene i ka shërby zotit Kurtin, a dim se dhe në kalimet presidentët që kanë dalë si pasoj e koalicioneve ndryshme dhe kanë qenë shumë të ofër gjithë herë me qeverinë. Ka qenë i natyrë, ka funksionu, jemi dëshmitarë që ka funksionu kështu. Por e ka pas një moment kur presidenti Osmani ka qenë kundrejt të qëndrimet të zotit Kurti, si konkretisht në polemikat e para. Çka ndodhi me atë qëndrim? Unë e pështrej si viti, është momenti i parë, ka pas momente kur ka pas...